Tani shkojmë tek një festival plot ngjyra, i njohur si festivali Holi. Miliona njerëz po festojnë Holi, festivali i ngjyrave në Indi dhe në shumë vende të tjera të botës, duke sjellë një atmosferë gëzimi dhe ngjyra të ndezura në rrugë dhe në komunitete. Ky festival, i njohur ndryshe si festivali i pranverës, simbolizon fitoren e së mirës mbi të keqen dhe shënon përfundimin e dimrit duke dhënë shpresë dhe energji të reja për sezonin e ri. Pjesëmarrësit kryejnë lutje, spërkasin ngjyra mbi familjarët dhe miq dhe shijojnë ushqime dhe ëmbëlsira tradicionale të cilat padyshim shoqërojnë festën. Të rinjt dhe të rriturit mblidhen në rrugë dhe në parqe duke hedhur ngjyra mbi njëri tjetrin dhe duke krijuar skena të gjalla dhe vizuale mbreslënse. Holi është më shumë se sa një fest që i takon vetëm ngjyrave dhe kombinimit të këndshëm të tyre, por simbolizon mbi të gjitha bashkimin, përfshirjen dhe gëzimin kolektiv, duke i rikujtuar njerëzit për rëndësinë e së mirës dhe komunitetit në jetën e përditshme. Festimet vazhdojnë për disa ditë, duke i dhënë mundësinë të gjithëve të përjetojnë këtë traditë të lashtë indiane. Shumë interesant është festivali Holi, ndërkohë që ne kemi përfunduar kështu edhe me viralin.